Çfarë do të thotë në të vërtetë feminizmi? A lidhet ai me pushtetin, lirinë apo barazinë? Feminizmi është një nga lëvizjet sociale më të keq kuptuara në histori. Ai ka transformuar jetën e miliona grave dhe burrave në mbarë botën. Termi feminizëm i referohet besimit se gratë dhe burrat meritojnë të drejta të barabarta, mundësi të barabarta dhe respekt të barabartë në shoqëri. Ai nuk ka të bëjë me superioritetin e grave ndaj burrave. Ai ka të bëjë me barazinë. Lëvizjet e para të organizuara feministe u shfaqen gjatë shekullit të 19, kur grave u moheshin shumë të drejta thelbësore si vota, arsimi, pronësia dhe pjesëmarrja politike. Feminizmi nuk është urrejtje. Ai është një lëvizje për drejtësi, barazi dhe të drejta njerëzore. Një shoqëri më e fortë ndërtohet ku çdo zë dëgjohet. Barazia nuk është privilegj, është një drejtë. It's Albania on Instagram and explore our website.